Zhvillimet e parlament, seanca është e ndërprer, por po i ndjek ato nga afër kolega jon Greta Bullari, me cilën po lidhem dhe një herë tani drejt për drejt. Greta, të përshëndes, pami situatë të tensionuar aty me një ndërprerje rreth 5 minuta të punimeve. Çfarë pritet të ndodhë më tej gjatë ditës sot me punimet e kuvendit? Po, Leftion, duhet thënë në fakt që në nisje seanca e sotme parlamentare është shoqëruar me tensione her pas here, të paktën 2 herë përfaqësues të opozitës kanë bllokuar foltoren e parlamentit. Rasti i fundit ishte para pak minutash kur kryetari i kuvendit deklaroi dhe 5 minuta pushim për të qetësuar situata për shkak se u kërkua nga opozita që të ishte kjo e fundit që të merrte fjalën për një replik në fakt pas fjalës së kreut të grupit parlamentar socialist Tauland Palla. Të gjitha diskutimet në këto orë të para të seancës parlamentare janë fokusuar kryesisht tek zhvillimet që vijnë nga protesta qytetare e zhvilluar për të paktën 18 ditë, ndërkohë që ditën e sotme është thirrur protesta e radhës. Ka qenë kryedemokrati Sali Berisha, i cili her pas here në fjalën e tij ka deklaruar se do duhet që parlamenti ditën e sotme të ketë vetëm një agjendë në rendin e ditës dhe ajo do duhet të jetë kërkesat e protestuesve në sheshin përpara kryeministrisë, ndërsa ka komentuar edhe vendimin e djeshëm të Parlamentit Evropian sa i përket zonave të mbrojtura, ku edhe zoti Berisha deklaroi gjatë fjalës së tij se amendamenti i rrëzuar që po themi etiketonte apo përmendte investimin në zvërnec dhe atakoi me presidentin amerikan Donald Trump u rrëzua me të drejtë, pasi edhe kjo lëvizje nuk është një lëvizje anti-Trump, sikundër se deklaroi ai, ndërkohë që nga ana e tyre të dyja palët kanë shkëmbyer batuta dhe akuza me njëra tjetrën në përgjigje të deklaratave të kryedemokratit Sali Berisha është përgjigjur Tauland Palla në emër të grupit socialist, i cili ka deklaruar nga foltoria e parlamentit duke atakuar zotin Berisha se tashmë sheshi që drejt dje ishte i tyre e kanë marrë protestuesit duke e sfiduar atë edhe që të marrë pjesë në protestën e tyre. Megjithatë, duhet thënë Leftion që seanca e sotme ende nuk ka hyrë në rendin normal të ditës që parashikohet të jetë një rend i gjatë, duke marrë në konsiderat faktin se do të ketë një sesion informues lidhur me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por edhe 4 interpelanca të thirrura, sa kaq edhe një sër projekt ligjesh më në krye atë për amnistin penale, i cili tashmë ka ndryshuar edhe afatin e përfituesve nga 31 dhjetori i 2025-s që ishte drafti fillestar, tashmë përfituesi do të jenë të gjithë ata të cilët kanë një vendim deri në 31 maj të 2026, duke rritur kështu edhe numrin e përfituesve. Janë afro 400 të burgosur të cilët do të përfitojnë lirim nga burgu, por edhe rreth 900 të tjerë të cilët do të përfitojnë ulje dënimin, ndërsa nga amnistia penale nuk do të preket asnjë subjekt i cili është dënuar nga prokuroria e posaçme antikorrupsion. Mbetet për të parë në fakt se si do të shkojë kjo seancë ditës së sotme, pasi siç e përmenda që në krye të herës jemi ende në nisje të saj, pra kur deputetët po marrin fjalën për procedurë dhe jo sa i përket rendit të ditës. E qartë, do të presim dhe do të ndjekim hap pas hapi se si do të zhvillohet seanca.